Hajde, dhe me hangër i lugë. Mirëmëngjesi me këtë pejsazh edhe me këto gjelat e detit këtu. Nuk po kuptoj kush është duke djeg diçka. Ftohtë. Nuk po di nga cila anë me regjistru se ndriqimi jo shumë i mirë se dielli shumë i fortë, por jam në fshat te shtëpia e gjyshit. Edhe sot për mua është ditë e funit këtu, do iki në Tiranë, edhe pastaj në darkë kam avionin. I bie që unë kam marrë të dielën, jemi nisë të shtunën mas dite në darkë pak a shumë. Edhe kemi marrë të dielën, edhe sot është e premte, kam një gjithë të 5 ditë, vetëm këtu. Do të thënë pa lëviz fare. Sikur të gjejmë një pozicion edhe të mshtes telefonin. O, pulat po han. A e din se njëna nga këto pula më ka kafshu dorën, sepse po ju jepja me hangër një ditë me pushinën time, edhe duke ju hedh aty me hangër, vetëm kur ajo menoj se, do të thënë do të me ka pushimin, vetëm kur tak dorën. Desht bif me mu. Sot kam plan që më duhet me ikin në Tiranë, me marru një punë që pastaj do ta shikosh, pastaj për shtëpi. I bie që më rri atje nga ora 10 e darkës, besoj do vije maj me marr ose Sindi dhe Janica, akoma nuk jam shumë e sigurt, duhet flas me to. Këtu dërkuci po han. Shikoj ardhi kjo raketa. Hajde, se u maru. Ja ku është takimi i radhës. Bëjmë një before and after. Dita e funit e vitit sot. Nuk e di as vetë se si kam flet gjumë që jam plot me shenja, por nejse. Pak të mpushova pak, ora është 4 e masditës. Anyways, besoj e shet qartë që jam në Itali, kam marrë shtëpi, edhe erdhi mami në shtëpi edhe doli prap, se kishte me marru ca punë. Edhe më solli këto 2 dhurata mini, shumë cute. Një është kështu, edhe ka këtë pufin, që më duket që është për më vu të qelsat, po si hapet? Apo thu ta shyen. Pas ka një labelo, fiksimi im. Duhet jetë për qelsat kjo, po. Sa e lezetshme! Okej, unë s'kam qenë, po kam matse, nejse gjithsesi e lezetshme, edhe ky s'kishte mujt me qëllu ma mirë, sepse fiks tani po i ndjej pak buzët e thata, edhe si që ke pa kam bë lip filler, edhe akoma i ndjej pak si kur duhet shërohen. Edhe këtë make-upeve, nuk ka make-upe nga kjo marka, Royal Beauty. Po di mami, shkret qa marke make-upi përdorën. Jo të pak të një ka shkumenja që përdor make-upe gjdo ditë di. Edhe diçka shumë e mirë, ka një çantë të vogël, edhe unë ja adhuroj këtë çantat e vogla, sepse gjithmonë duhen. Gjithmonë duhen për rrugës, edhe kjo është e zezë, perfekte. Sa mirë shisa xixat edhe ngjyrat, edhe pas ka edhe këto xixat si rose gold. Një lapsi zi, që në fakt shqyr, sepse du me provu make-up e treja. Rimel, një lip gloss roz, edhe një buskuq, jam kurioze nëse ky buskuq është si ngjyra. Wait, qenë ka perfekt. Sepse të besohet që nuk kam as një buskuq të kuq. Wow! Sa perfekt ka qëllu, sepse te fotoja këtu nuk ishte i kuq ngjyra. Thank you, mam! Po, ikim te Davidi për darkë të vllajim. Do bëj gati një diçka, por ma para deshta me ju tregu që rastësisht i shkruajta mamit më sill në shtëpi lang limoni. Po jo nuk e kuptoj që unë doja lang limoni, sepse i thash suko limoni, sepse kështu quhet këtu në Itali, no? Edhe erdhi te shtëpia një ditë dhe më tha, unë nuk e di, unë e kam ble, po nuk e dita që ti pi suko me limon. Edhe më solli këtë, limone e menta. E imagjinoj, në verme i pi këto do jetë super freskuse. O robo, e thash, unë s'pi suko me limon, unë piku suko darde, jam fiksu me suko darde. Edhe pasaj më solli edhe 700 suko darde. Tani do bëjmë kremat dhe mascarpone. Është shumë e mirë me hangër me pandoro. Këtu do vejmë të kuqen, no, të bardhën e vezës, se këtu të kuqen. Edhe do na duen, sa gram janë këtu? Nja 4 vezë. Duhet me nda me shumë kujdes, sepse për ndryshe nuk fryet e bardha e vezës, po pa të kuqe. I adhuroj vezët, po ma shpifin në të njëjtën kohë. E pe që isha në Shqipëri, edhe nuk kam regjistru shumë, edhe në fakt e kam shpjegu në videon para kësaj, një arsye kryesore për të cilën shkova, është sepse edhe gjyshim ka ndru jetë. Por mund të them që ja kam kalu shumë mirë
fatmirësisht me familjen time, kemi kalu shumë bukur për Krishtlindje, kemi kalu shumë bukur çdo ditë, edhe me kushrit e mi jam argëtu shumë sepse në fakt çdo darkë e kemi kalu duke lujt letra, duke lujt domina, edhe me dajat e mi, duke kalu kohën, domethënë se jeta këtu i ka edhe s'ke qa bën. Sigurisht që ka pas momente më të dobta kështu ndoshta mërzie, por në përgjithësi kemi qenë shumë mirë edhe kemi kalu shumë mirë. Kisha sinqerisht nevojë për një javë kështu në izolim, paka shumë se ashtu i bie. Në izolim total. Kremi është gati edhe do e lejmë në frigorifer. Jam pothuajse gati, sepse do ikhi te Davidi për darkë, edhe pastaj do dal me Janicën. Problemi është që kam prerë pak flokët në Shqipëri, edhe jam shumë kurioze me se si do dalin. Sepse kam prerë balluket shumë të shkurta, kam përshtypjen. Edhe se di se më shkojnë. Por du mi bë pak me onde. Edhe ta shohim. Nëse dalin katastrofë, bëjmë drejta pastaj. Po inshallah s'dalin katastrofë. Okej. Keep calm se tani do e rregullojmë. Se krejt problemi është se nuk duhet ta kisha tepru me këto balluket. Kjo pjesa këtu ka dalë shumë keq. Pse? Nuk po më dalin si po duan. Pse? E di si është puna? Dorëzohem. I'm ready! Pavarësisht se s'duket outfit of the night. Pavarësisht se nuk është asnjë gjë e veçantë. Jam unë e veçantë. Hello! As që nuk e maj men, se cila është pjesa e funit që kam regjistru. Okej, më duket se mu ka bo lam shky vlog, se jo po në Shqipëri, jo po këtu, jo po pak viti i ri. Ky vlog është katastrofë, po nejse do ja nisi më mirë inshallah. Tani po rregulloj pak flokët edhe pse nuk do bëj make-up, sepse po vjen Sindi edhe do ikim në një qendër tregtare, sepse sot kanë fillu uljet, zbritjet, edhe du me ik me i hedh një sy. Janë ja 2-3 sene që duhet i blej te Sephora, o te Douglasi. M'duket se njana është e Sephora e është në dyqan, ndërsa tjetra duhet porosit. Por m'duket se kjo tjetra që duhet porosit është e Douglasi. Na janë bo lamsh këto dyqanet. Plus që janë duke folë që do heqin ndoshta Huda Beauty nga Sephora. E m'duket se kishte punë, kishte të bëte me këtë çështjen Palestinë-Izrael, sepse ajo kishte folë për këtë çështje, duke mbrojt Palestinën, edhe disa kompetitorëve të tjerë, kompetitor quhen, që shesin në Sephora nuk ju kishte pëlqy, edhe kanë kërcënuar që do e heqin brandin e tyne, në qoftë se nuk hiqet Huda Beauty. Edhe tash se di që do bëhet. Sigurisht që sipas teje jam vetëm unë, jam vetëm duke i bë flokët? Absolutisht që jo. Kam shoqërusin tim. Si gjithmonë, Leo, Roje, rrin këtu, më shikon, kajher edhe më gjykon. Më duket shumë e çuditshme vetja, në qoftë se i rregulloj flokët mirë, edhe nuk e bëj make-upin. Po, make-upin do e bëjmë darkë, pastaj kur dalim. E çfarë do ham sipas teje? Brodo, tortellini me brodo, sepse është një ftohtë këtu që nuk e ke idin. Plus këtu ku jetoj unë, në zonën ku jetoj unë, është edhe mjegull që nuk shef, do me thënë 2 metra larg nuk shef. Do me thënë ky muaj janar është krejt kot, është i bukur vetëm sepse ka mundit lindjen, se për tjetër, kot. Shifeni shpirtin tim këtu që flen gjumë, si kombinohet perfekt me divanin, si ka mundësi. O drit, ke qef mu shtri? O zot. Okej, kam bo Sindi tortellini me brodo, njam, edhe ajo i ka qef. Kemi këtu kotolete, do bëjmë edhe këto. Pak domate, portokallat mi ka qëru mami, edhe i ka lënë aty, kiwi, sene, gjona. Unë nuk jam kuzhiniere, kështu që jena në rregull. Kështu që Sindi nuk mundet mu anku, pavarësisht se unë e di se do ankohet, se do thoja pse. Këtë trajtim meritoj unë vetëm tortellini, se do të salmon ajo, po ja e kisha salmonin në frigorifer. Shive çam solli mami dje, salmonin. Edhe i thash, Sinda, bëjmë na i diçka me salmonin, edhe jo po kshu, jo po ashu, jo po kjo vonon shumë, a ne këtej se s'kemi shumë konfakt, edhe unë pretendova që të vija jo me gatu të shpje ime, edhe kështu që su bo salmonin. Sindi ka edhe, do me thanë po ankohet, edhe shi, unë edhe e kam pre kotoletën që e pret Sindin,
Edhe Sindi nuk thot as faleminderit. Që është ti Valerina të kështu, më. No, mos e të protesh. Po erdhëm nga shoppingu. Pastaj do të tregoj se çka kam bler. Po, pim çaj, do organizojmë ditëlindjen tonë. Ishim duke bë plane për ditëlindjen time. Edhe se si më ndoli, as nuk e... Matia, ishe apo ishe vetëm Janica? Ishe edhe ti? Edhe më ndoli edhe vetëm kur thash po hajtë se këtë e bëjmë për ditëlindjen tonë. Falë për ditëlindjen time, sepse po planifikojmë ditëlindjen time. E tash është bë ditëlindja jonë. Dridhe, moj baja me dridhe Një kështu bluze që bleva si hoodie që ishte ajo të Stradivarius e provova edhe më ka mush me lesh. Ç'kemi popu? Se nuk përdor Leon me të bë voice-overin. Unë do iki pastaj te Sofia e do e lej Sindin këtu te shtëpi. Edhe tha do editoj videot, do rije me macat, do përdori macat e mia, do i keq përdori, sepse shife që e kapi bishtin e Leo shpare Sindje, nuk po e len te Leo i shkret. Ren! Gënjer! Leo nuk është të vërtet. Leo i shkret të e kafshu dorën e Sindit. Nuk është të vërtet, gënjer. Daily reminder. Smile more. E kam për vete. Këtë fiksja japim, si quhet ky tas? Tas quhet? Këtë tasin çdo herë që vim këtu Sindje Janica gjithmonë përdor këtë Sindi, smile more, sepse sinqerisht është shumë e keqe Sindi edhe duhet me smiley more. Duhet smiley more. E di se ka frikë Robi. Ka frikë Robi me net me Sindi. Unë me drejtën e kam pasion t'jem minder. Ka frikë Robi me net me Sindi. Se... Ma koza! Do menoj njerëzit se jemi të shumë seriozisht. Pusha! Tash Sindit se në qoftë se na pyet kush për moshën, Sindi nuk mundet me thënë mas se tani unë jam 26, Sindi është 22. Edhe Sindi nuk mundet me thënë jam 22, sepse unë do jem 27. Edhe pastaj do duket sikur jam mami! Ti je mami tanto, quindi... Ose mund të them unë që jam 24. Ose mund mos përgjigjesh. Sa menon ti që jam? O, Dio, Lora, se i nati kam. Sa urrejtje me vërtet. Sidomos kur ke të bësh me meshkuj, edhe të pyesin sa vjeç që je dhe përgjigjesh, edhe pastaj thotaj po ti sa menon se jam unë. Qeje! Si e kalojmë kohën unë edhe Sindi, kemi net një muaj në Shqipëri bashk, e ti do menojsh se bëhesh bajat. Por në fakt si na bë bajat? Ja, fare. Jo, sinqerisht, nuk kemi pas zanka, nuk kemi pas problematika, edhe nëse ka pas një mos marrëveshje që as nuk i maj mend, po do të thënë ja kena shpreh njëra tjetrës direkt nëse diçka nuk na ka pëlqyer ose si mund të sillna herë tjetër ma ndryshe, ma mirë në situata. Edhe ka pas raste normal që s'kishim ç'a me bë edhe Jemi njoft. Maroshim muhabetet. Ja filloi të Sindi. Hajde të nifemi më tepër. Edhe filloshin pyetjet ma kot që ti, në fakt mund t'i dish krejt sekretet ma thellat një ana tjetrës, por nuk din si na është ngjyra e preferuar shembull, banana, shumë e thjeshtë. Ne dinim pak të ngjyrën e preferuar. Pastaj u lodhëm duke u njoft në këtë mënyrë, do të thënë duke bërë pyetje të thjeshta. Baze. Po, edhe ja nisëm duke pyet qa do preferoje. Ama pyetje se qa do preferoje. Nuk e dia mund të thuajmë këtu para kamerës. Besoj se jo. Nuk mund t'i themi ato se qa do preferonim, sepse ishin edhe tema absurde, sepse donim me kalu kohë. Qa do preferoje? Nuk që ne unë që mund t'a përdorë se okej, po, ishte si ishte ajo, do preferoje një burr, jetë në takim me një burr, edhe ai qohet edhe ikën me pagu direkt, pa të prit ndërkohë që ti e duke vesh pallton, duke rregullu shallin o ku di unë, apo do preferoje një djalë që të pret, edhe pastaj ti shkon te kasa me te avash, do me thane shef, duke bo gjestin që pagu. No, unë preferoj njëri që më pret. Pa. Edhe... nuk duhet të aty vetëm që me të ragja, jo. E vërtet. Ti ke i dhe tri unë vetëm si qyp. E vërtet, si hugardi. No. Po, ma mirë, në fakt, se kur e menon këshu, nga një anë thu hajde.
Però nga tjetra thu nuk është të lezetshme. Atëherë kur del me një burr, që alla fine ai do paguaj sepse kështu Me të funksionon. E dim të gjithë, kështu funksionon. Por që të ngrihet ai, të shkoj të paguaj, ndërkohë unë po rregullohem, po Po vishem. flitet, nuk, normal po flitet për një date taman, se Po. nuk është se po flitet për budalliq, po flitet nëse del taman për një darkë kështu, të Nuk e di, si lezetshme. nuk ka lezet, merr. Me lën vetëm, pa. No. Duhet. Ky ishte një shembull shumë i thjeshtë, a? Se shembull i tjerë nuk mund. Basta tani. Shumë gjëra do Jetu, basta, pyet shumë. E di si duket më dhomë tani, sigur ka shpërthy bomba. Ej! Bombat janë bërë gati me dal. Se frisja. Pash një TikTok që e thote mami ishte të i bërtit se jo po duket sikur me pas plas bomba në dhomë, por bombat janë gati me dal. Një ndër budalliqe që kam bler është dhurat e Sindit, edhe atë nuk mund ta tregoj. Budalliqe. Do t'i bëjmë, kemi bë kështu si tip Secret Santa, pavarësisht se duket që se jemi tre, unë si secret dhe nuk Jani, është. sa? Nuk është dash secret. E dim shumë mirë se kush e ka cilën. Pale unë i dit gjitha dhuratë. Jo, nuk e di, dhuratën tane se din. Nejse, gjithsesi shkova te Douglasi, pastaj edhe mora kët nga The Ordinary, edhe quhet Saccharomyces Ferment 30% milky toner, edhe përdoret për si tipe sfolim para make-upit. Një ky, edhe duket super cute se shife, si qumësht, si qumësht. Ky 16 euro. 17 euro, më falë, si shëtë urejt. 17. Pastaj, kam qenë fiksu paka shumë me këtë hudin të Stradivarius, por 20 euro nuk i vlente si pas meje. Edhe ishte në ofertë nga 20-20, edhe më duhej një diçka e tillë që të ishte gjatë, kur vesh leggings, ato leggings termike, kështu thjesht gjatë ditës, duke u përdallis këtu edhe në përshpi. Edhe last thing, sepse nuk është se kemi bërë ndonjë shopping ku s'e di se çfarë. Last thing ishte ky shampo nga kjo marka Away Detox Shampoo. Edhe do ta provojmë këtë, dhe pastaj do të tregoj sepse shumë më keni pyetur se çfarë shamposh më përdor kur e ke flokun e yndyrshëm. Edhe ky është një test tjetër, edhe ta shohim. Ndërsa kjo ishte në ofertë nga 33 mos gabofsha, 26, por vetëm online tek Sephora, sepse në dyqan nuk ishte e vlefshme si ofertë. Ai vero.